Këta tregur që po shihen këtu në këtë fontan të ujit janë nga tradita që kemi më herët, që janë përdorur për blurjen e biberit. Tash janë pajisje treja, janë tjera, po këtu i kemi rujt për shkak traditës, për shkak me pas mjete në një përcjell ku masue. Tash këtu i kena vendos thjesht për dekorim, edhe mi pa njerëzit vizitorë se si ka qenë procesi më herët. Jemi dëshmitar në një kompleks ekonomik për punus, për lavdi, për mësime, fabrika për përpunimin e specit kuq, Besiana është, duhet program, duhet mësime, ka ideja, ku bëron ideja e themelimit apo formimit? Kompania jonë është afër 10 dekada, të është biznes familjar. Dhe thot 100 vite punohet? Po, 100 vite punohet, ka përpunu babgjyshi, baba, tash për të shkojmë na, me familje punojmë. Dhe tash kanë evolu gjërat? Po, tash kanë evolu, kanë përparu gjërat, jena, të të thëmë, na të kultivojmë, speci jonë kultivohet në Kosovë, edhojna farën, edhojna gratis. A ka perimisht e këtu në komunë të Podujevë që në gjitë ekskluzivisht për nevojat e kësaj fabrike? Ka po këtu në Podujevë, speci ku qëtë pak ma vonë. E më ngjyrën pak ma vonë, sidomos jena të punu me agroselinën në Nxërs, i kena bujqton, kena ofër 50 hektarë si vjetë, jena të punu me ta. Do të shkojmë pak ma vonë, do t'i vizitojmë edhe Koperusit, na intereson edhe pak diçka këtu për investimet, a janë pjesë nga fitimi i biznesëve, theni që keni punë 100 vjeçare këtu? Po, dakor, edhe me kredi jam, kena... Kredimarja është me kokë dhe është? Po, qyshe, po, nuk më në egzistent në nëryshe këtu, po më ndohemi me këtu senet tona, sa të mujna më arrit. Qeveria e Kosovës, përkatësisht Ministria e Bujqësisë, por kemi edhe Komisionin Evropian, kemi edhe donatorë tjerë, kanë ardhur këtu me plot gojnë tonë që për ndihmojnë Kosovën, zhvillimin, sidomos këtë specifik. Kena do përfitime pak ma të vogla, jo diçka, kemë s'fis kontaku nga kanë ndihmu, u sa ide, ashtu Ministria e Bujqësisë do senet vogla. Po, në gjithat, dhe ma shumë... A keni diçka që nuk keni arritur që keni apliku atje për të ndihmuar? Që të them, jena të i prit për Ministrisë Kosovës, një grant diçka, po të shohëm tash ka po bohët. E tash flasim edhe folim për Koperusit. Ka i keni Koperusit? Koperusit kemi në nga ona Edukagjinit Zërc. Sa llojet specit vinë tu? Këtu vinë vetëm një lloj specit. Kjo është lloj specit për biber. Ne edhojna farën edhojna gratis, bujqve, ju ndihmojmë. A përdhoni ju farën apo? Jo, na farën vete dojna, vete klasifikojnë e qojna në laborator. Sa nuk është sa një vogël, për shembull që jep bujkët atë farë, për shembull me që e kultivën e më qofë se dështën ajo nuk është mirë, është shumë është një... Nuk ka rast të dështimit e farë? Ja, nuk ka rast, i dina këtë sene, veti për cilëmi, shkojmë i vizitojmë bujqit, me bujqit kalujna shumë mirë, janë të knaqën, qmimin e kanë të garantum, nuk kanë, është sen shumë i mirë, shumë edhe për bujqit, shumë një sen i mirë, se për shemull qëre e ki këtu paletartë, asë ka me shumë sen i mirë, shumë sen... Janë investuar mjetët të mdha, janë investuar edhe, kanë rezultu me punësime, sa punëtuja? Po, për momentu, janë ofër 35 punëturje në kompani komplet, me menagjera me të, 35 punëtur, punohem 24 orë. Dhe, mirë shkon me ta? Po, mirë shkon, punëtur, gjithë janë tri, gjithë atë mirat. Tash është pakoja e re fiskale 2, për thot qeveria, keni diçka ju, keni vërejtë diçka që ka mund të përfitoni ju si kolektiv produs në këtë drejtim? Do një letësi që mund të ju ofroj diçka jo pako diçka. Ku shkoni me prodhime ju? Ku shkoni tash? Ne shkojna me prodhime, kena Kosovën, Shqipërinë, që i mallin produkte këto na shkojnë edhe në Suedi, Gjermani,
Atje kërkohet cilësi, Po, kërkohet cilësi. në shtemi çdo Po. procedure analitike, Po, përgjithësi gjithë për këtë shkoj. përgjithësi, po. Gjitha i përmbushni këtu. Gjitha i përmbushmi. Gjitha na respektojnë edhe diaspora. Është malli jonë është i kërkuar edhe jashtë vendit.